Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Sot në këtë bisedë do të ndalemi tek një udhtim ndryshe, jo vetëm gjeografik, por edhe shpirtëror. Një udhtim që na çon drejt Indisë, vendit të ngjyrave, kontrasteve dhe meditimit, por mbi të gjitha vendit ku dashuria dhe shërbimi ndaj tjetrit marrin atë kuptimin në të thellë. I ftuar sot është drejtori i Karitasi Diocezan të Tivarit, Dom Gabriel Gravanica, i cili së fundmi ka udhëtuar në Indi dhe do të ndajë me shumë ndjeshmëri përvojat e tij nga ai vend, përfshin vizitën në vendet ku ka vepruar Nën Tereza. Mirësere Dom Gabriel, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Mirë se u gjeta, përshëndetje për ju dhe për gjithë teleshikuesit e TV Bojnit. Si fillim duhet të di si lindi ajo dëshira për të udhëtuar drejt Indisë, një vend kaq i largët, por i mbushur me ato simbolikat shpirtërore. Secili shqiptar e ka ëndër Indin për faktin se atje ka zënë fill historia dhe e popullit tonë me Nën Terezën. Unë kam pas fatin me qenë edhe një herë, do të thonë është hera dytë që kam qenë në Indi. Hera parë ka qenë ashtu si një lloj surprize, por nuk është që e kam shiu fort herën e parë, sepse duke pas situatën, jetën atje, pastaj më shumë kam mësuar një lloj tronditje. Por kjo hera e dytë ka qenë një përmirësim i gjitha asaj eksperience, një rikujtim i asaj memorie që kam pas herën e parë, edhe si çdo kush është mirë ja vlen, kjo eksperiencë është e domosdoshme, kush ka mundësi natyrisht, por India më nuk është ajo India e largët, sepse kushtet janë rrinë shumë shpejt. Të mësojmë pak për atë ndjesitë e cila ju shoqëroi në momentin që zbritet atje, do të thotë cilat ishin ato përshtypjet e para që u lani, njerëzit, atmosfera dhe ajo jeta e përditshme. Ne kemi qenë një grup që shumica, por gjithë për herë të parë, unë për herë dytë. Unë kam qenë i përgatitur, por si thash, është gjithmonë një eksperiencë e re për çdo vend, le më për Indin. Pjesa parë e rrugtimit tonë ka qenë pikërisht kjo pjesa e shtegëtimit, pjesa e pelegrinazhit te vendi i Nën Tereze, te Kalkuta e famshme. Edhe natyrisht 3 ditë të para kanë qenë gjithçka e orientuar në atë vend, në atë zonë. Gjithsesi, zbritja në Indi tregon se ke bëjmë me një shtet gjigant, të jashtëzakonshëm, me shumë surpriza, me shumë ngjarje. 10 ditë qëndrimit atje janë një shekull nga njëherë, kështu që gjithçka ka qenë ashtu si është India vetvete. Thonë se në Indi do të thotë është ajo varfëria e jashtme dhe pasuria e brendshme shpirtërore. Ndjet ju këtë? Po atje është tonë universi, është e vërtet, është varfëria e jashtme, sheh çdo ditë ballafaqohesh me varfërinë e prek, e sheh, e përjeton. Pastaj është ajo pjesa e shpirtërore që të ban me reflektu për jetën, sidomos ne që shpesh herë edhe shumë herë ankohena për gjanat të parëndësishme të jetës tonë, sikur se thash në biseda para takimit, para kësaj interviste, ne jemi me Indin, jemi edhe në Zvicër, kështu që ne jetojmë në Zvicër, Malësia është një Zvicër e vogël në krahasim me Kalkutën. Kështu që jeta reale është e vështirë, varfënia është e prekshme gjithkohon. Pastaj mbushesh me jetën shpirtërore, besoj çdo kush që shkon për aspektin edhe shpirtëror, pak a shumë bëhet në Nën Terezë se ta imponon situata e tillë dhe jeta e tillë në atë vend. Qartë. Po pamja, po përvoja juaj që ju ka prekur më shumë gjatë këtij udhëtimi, por ndoshta do të jetë Kalkuta, që se më pak më herët. Po për ne popullin shqiptar, Kalkuta është kryeqyteti, dikur edhe ka qenë edhe historikisht edhe kryeqyteti i Indisë, po për ne është për shkak të Nën Tereze. Është një vend që një fije i përshtatet edhe jetesës tonë, multikulturor, multifetar,
do thonë pak a shumë kemi ngjashme edhe pse jemi shumë larg me ngjashmërinë e Indisë, por këtë aspektin shoqëror edhe kemi. Për mua është gjithmonë Kalkuta dhe është destinacioni i parë që patjetër duhet një shqiptar me qenë aty, me pase ku ka shërby, si ka jetuar në Antrezë, sepse edhe sot shihen gjurmët e saj, thjeshtësia Morgesha që edhe sot e kësaj dite shërbejnë me të njëjtin shpirt si në Antreza, pastaj vendet ku ato shërbejnë spitalet, por nuk janë spitale si menojmë ne, si kena spitalet tona, por është një sallë e madhe me njerëz të cilët hynë aty, shumica jo për musheru, por shumica hynë aty në një farë për me vdek, sepse shkojnë në gjendjen e fundit të jetës. Ata kanë vend të spitalet e Nën Strezë, kështu që hynë në një botë të mistershme, të dhimbshme, vujtshme, pastaj edhe gjëra tjera që ka përparu India, natyrisht ka edhe gjëra pozitive të mira, të cilat janë edhe ecë përpara si shtet. Kështu që besoj jeni përballur me shumë histori njerëzore që të them të prekin edhe në shpirt, po çfarë mësoi kjo për mënyrën se si duhet të shohim ne njerëzit me shir, dashuri dhe pavarësisht do të rrethanave. Po, 3 ditë që parë ishte pikërisht me reflektu pak për jetën tonë, edhe grupi që ishim familjar, prindër të cilët kanë dhënë gjithçka për fëmijët e tyre, edhe natyrisht fëmijët e tyre ndoshta edhe pse jetojnë në vendet evropiane janë ndoshta jo të lumtur, edhe me vlerësuar pak se si njeriu mund të ballafaqohet të përballet me jetesën, me jetën. Një ndjenjë është jeta është një kalvar i çdo dite. Ne sapo kemi hap derën e oborrit të hotelit, jemi përplas me varfërinë ekstreme, me njerëz që kishin shtëpinë trotuarin, e kishin shtëpi, pastaj përplasja me turmen, sepse qytetet e mbi ngarkuara, por gjithë kjo reflektohet në jetën e ne që shkojmë, ne kemi shku, thash, 3 ditë e para janë për ne men aspekti shpirtënor, pastaj kemi pas fatin me eksploru edhe qytete tjera që do të kanë qenë si vizita turistike, por kjo pjesa parë ka qenë një lloj reflektimi për jetën tonë dhe me kuptu se do të me qenë njeriu i lumtur me ata që e ka, sepse bota ende vun për gjërat të tmerrshme të natyrës, të varfërisë, të përplasjes të ndryshme të mentaliteteve etj. Cilat qytete tjera vizituat? Pas Kalkutës kemi vizitu kryeqytetin që është New Delhi, pastaj pjesën e monumentale që është Taj Mahal, një monument i madh i historisë së Indisë, edhe Jaipuri. Secili këto qytete kanë pas më tepër vizita turistike pas kësaj shpirtënore, 3 ditë në Kalkuta, ku kemi ecë gjurmëve të Nën Streze, kemi celebru meshën të monumentit të vorri i Nën Streze, pjesa tjetër ka qenë më tepër relaksuese, por edhe në këto vende relaksuese patjetër se duhet mu ballafaqu me gjërat të cilat ne as mund të paramendojmë se mund të ekzistojnë në një qytet apo në një shtet. Cilat ishin ato emocionet në momentin që u ndalit pranë varrit të saj, që po më Aty ballafaqohesh me thjeshtësinë se si ka jetuar në Antreza. Ndoshta njerëzit kur shkojnë atje presin diçka më shumë, ndoshta presin diçka në vend të çmueshëm, në vend ku Morgeshat janë atje duke pritë për cilë shtektar, musafir, delegacionet ndryshme, ashtu ka qenë imagjinata jonë, por ti ku shkon atje hyn edhe do të përballesh edhe do të ballafaqohesh vetëm me një varr, me një mermer të bardhë ku pushon trupin Nën Streze, me një emocion duke imagjinue jetën e saj para shumë dekadave që ajo ka shërbyer aty. Pastaj disa shkallë të thjeshta ku shkojnë edhe dhomën e saj, gjumit, të punës, një tavolinë thjesht, një karrige ashtu me drunit, një krevat me susta që ne nuk ekzistojnë më atë na. Ajo ka qenë dhoma edhe pasunia e Nën Streze. Morgeshët e Nën Streze nuk kanë kohë më marrë me ne që shkojnë për
për me pa, Për për me vizitë, po. absolutisht janë të angazhume në punën e tyre, në programin e tyre, sepse misioni në streze vazhdon. Por edhe kjo të ban me kuptua, me reflektua se çka kalon mrapa, çfarë pasunie botnore për njerëzit të cilët janë jo vetëm të varfër, por janë të braktisur, janë të lënë në rrugë. Kena pa raste kur edhe trupat e njerëzve të cilët merrnin frym po ishin të kalbur në aty buzë rruge, që kërkonte një strehim, por natyrisht vetëm janë mërgeshat e në streze që e bën një punë tillë, një punë gjigante. Mirë, po kur jemi te kjo temë nuk mund të mos e pyes, do të thotë nga mendimi juaj, do të thotë cili është mësimi më i madh që mund të marrim nga Nën Tereza? Vetë fjala nan e kemi dhënë njerëzimit një nan universale botnore e popullit jon. India është mësimi mirë për ata që kanë mundësi me shku me pa, për me vlerësu edhe me kuptu jetën, për me shërbye 24 orë ku jemi, në familjet tona, në shoqërinë tonë, në qytetin tonë, vendin tonë. Që ka bën Nën Tereza vetëm vullnetin e saj, lodhin e saj, munin e saj, ja u ka dedikue atyre që kanë pas mas shumë të nevojë. Edhe ne duhet të veprojmë ashtu. Ndoshta ne se kemi situatën si e ka pas Nën Tereza me një gjendje as të mirueshme, por kemi edhe na mjerimet tona, nga njëherë mungon biseda, mungon buzëqeshja, mungon këshilla, mungon solidariteti. Kështu që është një mësim i mirë se i ka bën edhe në ato kurse i ka pas kohën për me bën gjitha. Edhe është lutë, sepse Nën Tereza është njëri lutje, është njëri bamirësie, po shejt nesh, nuk e, do të thonë ne na thirrën për mi përngjall me shku gjurmën e të saj. Mirë. Si një prift i njohur që përfshirjen e vazhdueshme në jetën kishtare dhe shoqërore, cilat ishin disa nga aktivitetet më të rëndësishme që keni realizuar gjatë këtij viti? Ky vit ose këtë verë që kena lënë mrapa, eksplorimi si gjithmonë i fshatrave dhe i vendeve nëpër tryrën shqiptare, por ndërkohë duke eksploruar kemi pa prap po thamë edhe një lloj varfënie, ende ka njerëz që ka nevojë këshillën tonë, ndihmën tonë, edhe gjithmonë kemi shku, kemi pa realitetin, nëse kemi pa një emergjencë, jemi kthy prap edhe kemi bën këtë aktin e bamirësisë përpos vizites, studimit, si më thonë, të gjendjes së ndonjë familje nëpër trevat e Malësisë, nëpër trevat e Kelmendit, nëpër trevat e fshatrat e thella të Tropojës, pastaj e kemi dhënë një dorë ndihmës në aspekte si pako familjare, si ndonjë akt tjetër të bamirësisë. Disa pika, këtë herë ndoshta edhe pak ma lehtë për ne, por ndoshta një mes e madhe, por kemi vepruar si na thotë edhe Ungjilli, mos ta din dora e majt çka jep dora e djathtë. Kemi shku në disa dyqane nëpër fshatrat e thella të Malësisë, të Tropojës, të Kelmendit, kemi pa ndonjë borxh që kanë marrë familje të varfëra nëpër dyqane ushqime, sidomos se kemi shiku mirë llojin që kanë marrë, se nëse ka marrë alkool, birë, raki, nuk e di, ato janë breshtu, por ato që kanë marrë ato elementet kryesore, kemi bën një pagesë, e kena marrë atë listë, e kena gris, edhe nuk e di në dhe sot e kësaj dite, kështu që po e shpreh thjesht një lloj angazhimit që mund ta japim secili prej nesh, duke ndihmuar edhe pa pas nevojë me taku atë familje që mund të jetë e varfër, sepse nuk ka dëshirë është me qenë e varfër, por situata ja ka bë tillë që mos me pas ndoshta se gjanat elementare të një dite, kështu që edhe në këtë formë kena punu në këtë verë, domethënë. I kemi studiu, i kena hulumtu, kena pyet pak për shkak se me ditë pse ka ardhur, sepse është ajo gjendje e mirueshme aty në familje, pastaj ja kena kryeni borxhet që i kanë pas nëpër dyqanet e vogla, klasike që janë tash nëpër zonat rurale. Me të vërtetë çka e bukur në njerëzor, do të thotë këto janë aktivitete të përfshirë edhe nga Karitasi Diocezanit i Varit apo jo? Jo, kjo është më tepër personale, jo nga Karitasi në këtë vjet ka pas një shtrirje në një fushë tjetër. Është
rregullimi, edukimi, formimi i njerëzve të cilët duhet të jenë të aftë për me prunë në shërbim të njerëzve një mentalitet evropian, pasi që Malizi është pretendent për Bashkimin Evropian, edhe duhet me plotësu kushtet, janë edhe disa kushte, për shembull edukimi ose aftësimi i personave që janë me aftësi të kufizuar, por që mund të kenë një punë, një angazhim, mos me kanë të diskriminuar. Ka qenë i fokusuar Caritasin në këto fusha për me ngrit pak cilësinë, edhe me kanë gatshëm me u përballë me kushte që kërkon Evropa, kur dëshirojmë ose kur hymë në Bashkimin Evropian. Një ndër to thash janë edhe të keni të gatshëm me i pranu se cilin kategori të njerëzve. Evropa tash e ka të krymë atë punë, por ne kemi ende probleme, kështu që kemi disa aktivitete të tilla për mi bogati strukturat e ndryshme, administratë të ndryshme, e cila është e aftë, është e ngjashme me edukim në raport me komunitetin evropian. Por do të thotë është duke u punuar akoma në këtë pjesë. Po vazhdon. Këtë vitin 2025 o 2026 veçanë projektet të cilat janë duke u aktivizu në qendrën që është në Timor. Mirë, po si ndjeni bashkëpunimin me komunitetin, do të thotë në misionet që përmendet pak më herët, ka gatishmëri nga njerëzit për të ndihmuar dhe për të përfshirë në vepra bamirëse? Shpresojmë që me ullë sa ma shumë varfëria dhe mos me pas nevojë shumë me u marrë me këtë punë, por gjithsesi të e pa jetën e përditshme, po ka njerëz mirë edhe kjo na man gjallë se sikur të zhduket njerëzit bamirës, njerëzit që kanë ndjeshmëri dhe mëshëri për të varfrit, por edhe për të varfrit edhe në aspektin shpirtënor, sepse mund të kemi edhe varfëni shpirtënore, varfëni mendore, intelektuale, me dhanë kontributin së cilën fush, por edhe në këtë aspektin e bamirësisë ka njerëz, ka ende shqiptarë të ndershëm, bujar të cilët prej buxhetit të tyre, prej djersës e tyre ndajnë edhe për këtë kategori. Kështu që une me kushtet e mia, me buxhetin tem personal, nuk isha me mujt me u dalë përballë gjitha atyre kërkesa që nga njëherë njerëzit kanë, por fal bamirësve, fal donatorëve, fal njerëzve vullnet mirë, që për një men, jam falenderus çdo hap, ja kemi arrit që sa do pak me zbutë dhe sa do pak me tregu se ende ka njerëz mirë, se nga njëherë zhgënjena, thojnë është prish njerëzimis, ku ka met njerëzia, ku ka met në farmyre zhgënjena, por kur i shohim se ka njerëz tillë, thojmë ka shpresë, pse jo, është se është e mundshme. Është e rëndësishme. Po shihni të rinë dhe fëmijët që një më afër kishës dhe gjëra shpirtërore, duke qenë se janë rikthyer këto katekizmit dhe përgatitjeve për sakramentet. Është sfidë, nuk është e lehtë. Fëmija, familja në këtë shekull është e ngarkuar shumë. Prej të hanës deri të shtunën e kanë shumë agjendën e ngarkume, përpos shkollës, pastaj kanë sportin, përpos sportit kanë artin, kanë muzikën, kanë shtektimin, kanë shumë gjana. Në kuadër të kësaj kanë edhe plus katekizmin, edhe kështu që edhe ne po përballim me sfida. Ka të tillë që janë gatshëm, ka familje që janë të rregull, por gjithsesi edhe ne jemi duke u përshtat në farmyre situatës. Une kam katekizëm vetëm të shtunëve, por një shtunë bëjnë katekizëm, të shtunën tjetër bëjnë aktivitet sportiv me ta, kështu që një lloj ndërthurje mes katekizmit klasik edhe veprimtarisë baritore që ne bëjmë, se fëmija prej klasës, prej ditës të hanë deri të premten e ka çantën në shtëpinë. Pastaj edhe të shtunën çantën në shtëpinë marrën katekizëm, kështu që shpesh herë në katekizëm fëmija e familjes time vinë pa çanta, por vinë me përgatitje për ndonjë sport, ndonjë ecje natyrë, ndonjë lojë etj. Kështu që në këtë formë pra përgatitni për ditën e dielës që është mesha. Dhe ndoshta i mbani edhe më të interesuar apo të më të motivuar në këtë mënyrë. Po patjetër se e kanë një fat mirë që i kanë edhe këto kushte, këto mundësi, pse ja.
edhe janë pjesë pastaj të aktiviteteve dhe janë pjesë të ditës së dielës që meshën kur janë fëmijë së bashku me prindërit e tyre. Me qenë se nuk kemi patur rastin të bisedojmë, Trial Ulqin 2025 është mbajtur në muajin mars, ku ju do të thotë ishit organizatorët apo jo. Cili ishte qëllimi kryesor i këtij aktiviteti dhe si është interesimi i njerëzve për të bërë pjesë e tij? Tash kisha në Ulqen është promotore shumë gjanave pozitive për qytetin edhe për njerëzit, por edhe sporti nuk mungon as kja pjesa e hulumtime ose shtektimeve natyrore, është edhe vrapimi, është një sport që i mungon qytetit të Ulqinit. Unë e kam hetu këtë punë dhe dikur kam organizu pak futbol, por futbolli e kam marrë veten, e kam kuptu se kena kushtet mira për me pas njerëz që cilët e dun vrapimin, ja kam arritë në këtë sukses, e organizoj një herë në vjet Trial Ulqin, pjesëmarrja është mbi 100 vrapus për gjitha 3 orë shqiptare edhe ma gjerë. Është e pranueshme, Ulqini është i bukur, natyra e na ka dhënë gjithçka, Zoti si e ka kriju mas mirë ti e ma, veç ne do t'i promovojmë edhe t'jemi bashkë pjesëmarrës në zbulimin e këtyre bukurive dhe të mirave. Vrapimi është sporti më i miri i gjitha sporteve, kështu që edhe më pëlqen vetë vrapoj, marr pjesë në për vrapimet e ndryshme edhe mundohen që rinia, fëmija, popullata Ulqinit tjetë ma... Do të ka interesim? Ka interesim patjetër, ka interesim prej vetë qytetarët Ulqinit, por shumë ka interesim prej zonave përreth, Shqipëria, Kosova, edhe më larg. Interesant. Mirë, pas Indis ju keni përembruar gjithashtu një tjetër shtekim drejt Romës dhe Vatikanit. Çfarë do të thënë ka ky udhtim? Të mësojmë pak më shumë. Po, jemi në vitin ku kisha çdo 25 vjet e shpall një vit jubilar për shtektime. Kështu që ne kemi fatin të jemi ata të cilët e përjetojmë tash, të shohim pastaj pas 25 vjetëve si ka me kënë situata, edhe si dioqez, se Argjipërzhnjeti i Varit organizojnë me datën 12 deri në 16 nëntor, do të marrim pjesë në shtektimin në Rom, Vatikan, është viti shpresës, mundësi e mirë e besimtare me kënë bashkë, se tash në Rom mund shkosh shumë lehtë, mbyrë individuale, familjare, që në vetë edhe këto janë pozitive, janë të mira dhe ju propozojnë nëse s'moni zbashku, me shku dhe edhe familjarisht, edhe me shok, me shoqni pa tjetër, por edhe si kish, si komunitet, është diçka bukur, ka të interesum, rreth 60 që janë të emërum, po banë përgatitit e fundit, gjë e mirë, sepse për ne Vatikani është vendi ma kryesor për ne katoliket, e natyrisht shanse mirë me besimtarët, e me shtarët bashkë me besimtarët, po besimtarët e disa famullive, një mundësi e mirë për me u njofte, me bashkënda në rrugtim, se edhe në rrugtime nuk është krejt lehtë 2-3 persona nga një herë nuk shkon krejt puna mirë, kështu që me 60 persona do të gjejmë durimin, bashkëpunimin, solidaritetin, minimum janë i tjetrit, orate, gjitha ato gjanat e cilat përfshin pelegrinazhin, shtektimin që do bëhet në. Dhe sa ditë do qenë? Është 5 ditë. Por do të udhtojmë përmes me traget përmes Durrësit, kështu që kemi pas mundësi edhe disa vende deri në Romë, unë në disa vende të shenjta që janë për shtektarë që nështë kena ndëgjue, kena lexue, por s'kena pas shansi mirë tash është me bën vizitën të katedrale edhe të Vorri Shënkollit, se Shënkolli është shenjti i dashur për gjitha famullit, të i fillu prej Bunës e deri në Guci, edhe disa vende tjera si pika shtektimi që do të ndalen gjatë rrugtimit tonë. Mirë, suksese. Dom Gabriel, dim se sot shumë të rinj ndihen të lodhush, shpirtërisht, të stresuar, pa qetësim. Çfarë do të thoshit atyre që janë ndoshta në atë kërkim të paqes së brendshme? Leximi është një ilaç i mirë, pa shku te
te mjeku, po disa raste do të edhe te mjeku, por leximi, lutja gjithsesi është ilaçi më i mirë që mund ta qetëson shqetësimet e cilat njeriu i shekullit 21 është i stërngarkuar, nuk e përjashtojmë edhe ne, sepse edhe ne jemi njerëz dhe nga një herë përballena me këto vështirësi. Ecja natyrë, tash jo gjithë do të me ecë, por patjetër na ban mirë. Unë jam dashamirë i natyrës, pjesën e mirë të kohës lirë e baj natyrë, është ilaçi më i miri. Natyrisht ne si meshtar kemi dëshirë dillen me kënd bashku me besimtarët, lutje, urat, falënderim, edhe me mujt me përballue një sfidë edhe një krizë shpirtërore, mendore, të cilat bota e tashme na ka sjellë ose na është imponuar dhe ne jemi të pafuqishëm vetë në zgjidhje. Kështu që lutje, meditim, lexim, natyrë, sport, vrapimi është jashtëzakonshëm. Kështu që ju propozoj gjithëve me vrapim shumë smundje fizike, por edhe mendore, shpirtërore kanë mu largu, jam garantues i sigurt. Dhe për fund një mesazh për si shikuesit e televizionit Bojën, ndoshta lidhur edhe me eksperiencën që keni patur nendi. Bashkohuni në këto aktivitete, natyrisht pas punës çdo relaksim, mundoheni me i pa programet që ofron edhe kisha në shtegtime, mirë se vini në shtegtim, në aktivitete natyrë, ne po quaj shtegtime, por edhe pjesa, sikur se thash, prindi, pjesa shpirtërore dhe pjesa e asaj eksplorimit turistik, natyrisht, bëhoni bashkë, ecni përpara, përparoni, sepse kjo jetë është kaluese, shkurt nga një herë, kështu që munoni sa më tepër me kontribu që me metë emni, sikur si ka metë emni në streze, me atë punë gjigande që ka bën në atë vend, sot derisa ekziston njerëzimi, emni i saj do të jetë i shënuar në tonë botën. Mjeti mua mbetet të ju falenderoj shumë për këtë mesazh, për kohën që keni ndarë për ne, për këtë bisedë frymëzuese dhe plot reflektime të bukura. Faleminderit TV Bojënit. Gjithashtu ju urojmë shumë suksese në misionin dhe veprimtarinë tonë. Shpresojmë që edhe të tjerët të frymëzohen kështu si ju. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju për vëmendje. Mirupafshim në të tjera emisione.